Në sirtaret e vjetër të teatrit kombëtar, të fshehur në ndosje pluhuri dhe kontrata të harruara, u gjet një zarf pa emër dërgues. Brenda, letra ishte shkruar me shkronja të prera nga gazeta, si në filmat e vjetër kriminal, dhe çdo fjalë ishte helm i pastër. Djali Raimonda Bulls nuk meriton të jetë këtu. Ai është produkt i favorizimit, jo talentit. Nëse nuk hiqet, do të flasim publikisht. Kush e shkroi këtë letër? Pse pikërisht atëherë kur Ndriçim Xhepa ishte vetëm 22 vjeç dhe sapo kishte filluar të shkëlqejë në skenë? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të ndodhte sikur Raimonda Bullia, gruaja që kishte mbajtur në këmbë teatrin shqiptar nëpër vitet më të errta, të mos e kishte gjetur atë letër para se të arrinte në duart e gazetarëve? Kjo është historia e një nëne që ishte gati të djegë çdo urë, të shkatërrojë çdo reputacion, të luftonte kundër një sistemi të tërë intrigash, vetëm që djali i saj të mos bëhej viktime xhelozisë dhe urrejtjes që mbizotëronte pas perdes së kuqe të teatrit kombëtar. Vitet e fundit të regjimit komunist në Shqipëri ishin kohë ku çdo fjalë, çdo lëvizje, çdo shfaqje teatrale kontrollohej me lupë nga njerëz që kishin më shumë pushtet se talent. Teatri kombëtar nuk ishte thjesht një vend ku luanin aktor, por një fushbetejë e fshehtë ku karrierat ndërtoheshin dhe shkatërroheshin jo me aftësi, por me lidhje, me denoncime anonime, me letra që arrinin në zyrat e larta dhe që mund të çonin një artist drejt haresës ose në rastet më të këqija drejt burgut. Ndriçim Xhepa, i ri i talentuar, me një ndjenjë natyrore për skenën që e bënte të dukej sikur ishte lindur për të qenë aktor, nuk e dinte ende se sa shumë armiq mund të krijojë thjesht duke qenë i mirë në atë që bën. Por nëna e tij, Raimonda Bullia, e dinte shumë mirë. Ajo kishte parë kolegët e saj të zhduken nga skenat për shkak të një fiale të gabuar, të një roli të keq interpretuar politikisht, të një denoncimi që vinte nga dikush që donte vendin e tyre. Dhe tani, kur pa atë zarf të bardhë pa emër, me shkronja të prera dhe ngjitëse me kujdes mbi letrën e holl, zemra e ngriu. Ajo e kuptoi menjëherë. Dikush po përgatiste një sulm kundër djalit të saj, dhe nëse nuk vepronte shpejt, karriera e Ndriçimit do të mbaronte para se të fillonte me të vërtetë. Raimonda Bullia nuk ishte grua që friksohej lehtë. Ajo kishte luajtur në skenat më të mëdha të vendit, kishte interpretuar heroina që luftonin kundër padrejtësisë, dhe tani në jetën reale do të bëhej heroina e vet. Por kjo nuk ishte një luftë që mund të fitohej me fjalë të bukura apo me talent. Kjo ishte një luftë e fshehtë, e pistë, ku armiqt nuk kishin fytyr dhe ku çdo hap duhej llogaritur me kujdes. Ajo filloi të hetonte në heshtje, të pjesë të njerëz të besuar, të shikonte kush kishte filluar të fliste keq për Ndriçimin në kulise, kush kishte filluar të përhapte të sheteme se djali i saj nuk meritonte rolet që po merrte. Dhe sa më shumë gërmonte, aq më shumë zbulonte një rrjet intrigash që tronditi edhe atë që kishte menduar se e njihte mirë botën e teatrit. Kishte një grup njerëzish, disa prej tyre aktorë të vjetër që nuk kishin arritur kur famën që mendonin se meritonin, të tjerë ishin drejtues administrativ që kishin pushtet, por jo respekt, dhe të gjithë ata kishin një gjë të përbashkët: xhelozin ndaj Ndriçimit dhe urrejtjen ndaj Raimondës, sepse ajo kishte qenë gjithmonë e pavarur, e fortë dhe nuk kishte luajtur lojën e tyre të dytë. Tani ata po përpiqeshin të hakmereshin duke sulmuar atë që ajo e donte më shumë se jetën e saj, djalin e saj. Por çfarë thuhej saktësisht në ato kulise? Çfarë fjalësh helmuese po shpriteshin kur Ndriçimi kallonte? Disa thonin se ai merrte rolet më të mira, sepse nëna e tij kishte livje, jo sepse ishte i talentuar. Të tjerë shpëndanin histori të shpikura se ai ishte arrogant, se nuk respektonte aktorët e vjetër, se mendonte se ishte më i mirë se të gjithë. Dhe më e rrezikshme nga të gjitha, dikush kishte filluar të përshpërisë se Ndriçimi kishte thënë diçka negative për regjimin, se kishte bërë një koment politik në një darkë private, se ishte i pasigurt ideologjikisht. Në atë kohë, një akuzë e tillë ishte sa një dënim me vdekje për karrierën. Nuk kishte nevojë për prova, nuk kishte nevojë për gjykim. Mjaftonte që dikush të shkruante një raport, ta dërgonte në vendin e duhur, dhe brenda një jave personi në fjalë do të largohej nga teatri, do të humbte të drejtën për të punuar, ndoshta edhe do të arrestohej. Raimonda e dinte këtë shumë mirë dhe e dinte se letra anonime që kishte gjetur ishte vetëm fillimi. Nëse nuk e ndallonte këtë makinë denoncimi tani, do të ishte shumë vonë. Ajo vendosi të vepronte. Por si mund të luftoje kundër armiqve që nuk kishin fytyr? Si mund të mbronte djalin e saj pa e bërë situatën edhe më të keqe? Raimonda filloi të përdorë çdo lidhje që kishte, çdo mik të vjetër, çdo koleg që i detyroi një favor. Ajo shkoi personalisht te drejtori i teatrit, një burrë që e respektonte, por që gjithashtu kishte frikë nga presionet politike, dhe i foli hapur. E di se po përgatitet diçka kundër djalit tim, i tha ajo, duke e shikuar drejt në sy. E di se ka njerëz që po shkruajnë letra, që po përhapin gënjeshtra.
por të paralajmëroj, nëse i ndodh diçka ndriçimit, nëse karriera e tij shkatërrohet për shkak të intrigave, unë nuk do të hesht. Do të flas publikisht, do të tregoj emra, do të zbuloj çdo ndyrësi që ndodh në këtë teatr. Dhe ti e di se kam mjaft informacion për ta bërë këtë. Ishte një kërcënim i qartë, por gjithashtu një lutje e dëshpëruar. Drejtori i shqetësuar premtoi se do të hetonte, por Raimonda e dinte se premtimet nuk mjaftonin. Ajo duhej të gjente burimin e helmit, të zbulonte kush ishte koka e kësaj komplotoje. Dhe një natë, pas një shfaqeje, kur teatri ishte pothuajse bosh dhe vetëm disa teknik po pastronte skenën, Raimonda pa diçka që e bëri të ngrinte. Në një kënd të errët të kuluareve, dy figura po flisnin me zë të ulët, por ajo i njohu menjëherë. Njëri ishte një aktor i vjetër që kishte qenë dikur i famshëm, por tani luante vetëm role të vogla, dhe tjetri ishte një zyrtar administrativ që kishte lidhje me strukturat e partisë. Ata po diskutonin për ndriçimin, dhe fjalët që Raimonda dëgjoi e bën të ndjehej sikur toka po hapej në këmbët e saj. Letra është dërguar, tha zyrtari. Tani është çështje kohe. Do të fillojnë hetimet, dhe pasi të gjejnë edhe 2-3 dëshmitar që të konfirmojnë se ka thënë gjëra të papërshtatshme, do të largohet. Dhe kur të largohet ai, do të ketë vend për të tjerë. Aktori i vjetër qeshi me një të qeshur të hidhur. Më në fund, kam pritur shumë kohë për këtë. Raimonda ndjeu një zemrim kaq të madh sa duart i dridheshin, por nuk doli nga vendi ku ishte fshehur. Ajo dëgjoi gjithçka, mësoi çdo detaj të komplotit dhe pastaj në heshtje u largua. Tani ajo e dinte kush ishin armisht. Tani e dinte se çfarë po planifikonin. Por çfarë mund të bënte? Nëse shkonte te policia, ata do të qeshnin me të, sepse policia punonte për të njëjtin sistem që po e sulmonte djalin e saj. Nëse shkonte te gazetarët, ata do të refuzonin ta publikonin, sepse gazetat ishin të kontrolluara nga shteti. Dhe nëse përpiqej të denonconte publikisht aktorin dhe zyrtarin, ajo vetë do të bëhej objektivi sulmeve. Por Raimonda Bulla nuk ishte grua që dorëzohej. Ajo mendoi një plan të guximshëm, të rrezikshëm, por që ishte shansi vetëm për të shlutuar ndriçimin. Ajo do të shkonte më lart, drejtë në zyrat e njerëzve që kishin pushtet real dhe do të përdorte armën më të fortë që kishte, reputacionin e saj. Ajo ishte Raimonda Bulla, një nga aktreset më të respektuara të vendit, një grua që kishte luajtur në shfaqje që lavdëronin regjimin, që kishte marrë çmime shtetërore, që njihej nga vetë udhëheqësit e lartë. Dhe tani do të kërkonte drejtësi jo si nënë e dëshpëruar, por si qytetare që kishte shërbyer vendin me besnikëri dhe që kërkonte që djali i saj të mos bëhej viktime intrigave të ulta. Ditën e nesërme, Raimonda u paraqit në zyrat qendrore të Ministrisë së Kulturës. Ajo nuk kishte takim të caktuar, por kur sekretaria përpiqej ta ndalonte, ajo tha me një zë të qetë por të vendosur. Tuaj ministrit se Raimonda Bulla ka ardhur për të folur për një çështje që prek nderin e teatrit kombëtar. Nëse nuk më pret, do të pres këtu derisa të më pres. Sekretaria, e hutuar nga vendosmëria e saj, hyri brenda dhe pas 5 minutash Raimonda u ftua të hynte. Ministri, një burr në të 50-tat, me një fytyrë të rrept por që tregonte gjurmë lodhje, e priti me një buzëqeshje të hollë. Shok Raimond, çfarë ju sjell këtu? Ajo nuk humboi kohë, njori nga çanta letrën anonime, e vuri mbi tavolinë dhe filloi të tregonte gjithçka, për komplotin, për aktorin e vjetër dhe zyrtarin, për denoncimin e rem që po përgatitej kundër ndriçimit. Ajo foli me pasion, me dhimbje, por edhe me forcë, dhe në fund tha: "Unë nuk po kërkoj favor, po kërkoj drejtësi. Gjali im është i talentuar, është i pastër, dhe nuk meriton të shkatërohet nga njerëz që janë të sëmurë nga xhelozia. Nëse sistemi ynë lejon që talenti të vritet nga intriga, atëherë çfarë lloj sistemi kemi ndërtuar?" Ministri e dëgjoi në heshtje dhe kur ajo mbaroi, ai mbeti për një moment pa folur duke shikuar letrën mbi tavolinë. Pastaj tha: "Shoke Raimond, ju e dini se unë ju respektoj. Ju keni dhënë shumë për teatrin shqiptar, por gjithashtu duhet të kuptoni se ka procedura, ka rregulla. Nuk mund të ndërhyj në çdo akuzë që bëhet." Raimonda e ndërpreu: "Kjo nuk është akuzë, kjo është komplot, dhe nëse ju nuk ndërhyni, unë do të detyrohem të flas publikisht. Do të tregoj se si teatri kombëtar është kthyer në një fole intrigash, se si njerëz të paskrupullt po përdorin sistemin për të shkatëruar të tjerët. Dhe besomëni kur unë flas, njerëzit dëgjojnë." Ishte një kërcënim i hapur dhe ministri e kuptoi. Ai e dinte se Raimonda Bulla kishte mjaft ndikim saqë fjalët e saj mund të shkaktonin një skandal që askush nuk e dëshironte. Pas një heshtjeje të gjatë ai tha: "Do të hetoj personalisht, dhe nëse gjej se ka pasur shkelje, do të merren masa."
Raimonda u ngrit, e falenderoi me një përkulje të lehtë të kokës dhe doli nga zyra. Ajo e dinte se kishte fituar një betejë, por lufta nuk ishte mbaruar ende. Në javët që pasuan, gjërat filluan të ndryshonin në teatr. Aktori i vjetër që kishte qenë pjesë e komplotit u largua papritur, me arsjetimin zyrtar se po transferohej në një teatr tjetër në provincë. Zyrtaria administrativ u zhduk nga pozicioni i tij dhe askush nuk foli më për të. Letra anonime nuk arriti kurrë në duart e gazetarëve dhe hetimet që ishin nisur në heshtje kundër ndriçimit u mbyllën pa asnjë përfundim. Gjali i Raimondës vazhdoi të luante, të shkëlqente në skenë dhe me kalimin e viteve u bë një nga aktorët më të dashur të Shqipërisë. Por ai nuk e mësoi kurrë, të paktën jo për shumë vite, se sa afër kishte qenë nga shkatërrimi dhe se nëna e tij kishte luftuar një luftë të fshehtë, të pamëshirshme për ta shpëtuar. Raimonda nuk i tregoi kurrë detajet e asaj periudhe. Ajo mendonte se disa gjëra është më mirë të mbeten të fshehura se disa luftra fitohen në heshtje. Por a ishte kjo vërtet fundi i historisë? A ishin vërtet të gjithë armiqt mundur? Apo kishte ende njerëz që prisnin në hije, që mbanin mëri, që planifikonin hakmarrje? Dhe çfarë ndikimi pati kjo përvojë në ndriçimin, edhe nëse ai nuk e dinte të vërtetën e plotë? A e bëri kjo më të kujdesshëm, më të dushimt ndaj njerëzve që rrethonin? Apo ndoshta pa e ditur, ai vazhdoi të este në një botë plot rreziqe, duke menduar se talenti dhe puna e ndershme mjaftojnë për të mbijetuar? Ndriçim Xhepa rritej në një shtëpi ku arti nuk ishte thjesht profesion, por mënyrë jetese. Nëna e tij, Raimonda Bulla, ishte një nga figurat më të ndritura të skenës shqiptare. Një grua që kishte luajtur heroina të forta, gra që luftonin, që vuanin, që triumfonin. Ve çdo mbrëmje kur kthehej nga teatri, ajo sillte me vete atë energji të veçantë që vetëm aktorët e vërtetë kanë. Shtëpia e tyre ishte gjithmonë plot me njerëz, me kolegë që vinin për të diskutuar role, me regjisorë që kërkonin këshilla, me miq që thjesht donin të ishin afër asaj energjie krijuese. Dhe në mes të gjithë kësaj, ndriçimi, një djalë i vogël me sy të mdhenj dhe kurioz, shikonte, dëgjonte, thithte çdo fjalë, çdo lëvizje, çdo emocion. Ai nuk e dinte ende se një ditë do të ndiqte gjurmët e nënës së tij, por diçka brenda tij tashmë po formohej, një dashuri për skenën që do të bëhej pasioni i tij më i madh. Por jeta në atë shtëpi nuk ishte gjithmonë e lehtë. Raimonda ishte grua e fortë, por gjithashtu ishte nënë e vetme që duhej të balansonte karrierën me rritjen e një djali. Babai i ndriçimit nuk ishte pjesë e jetës së tyre, dhe ndonse Raimonda nuk fliste shumë për të, ndriçimi ndjente mungesën e tij. Kishte momente ku shikonte familje të tjera, me prindër që vinin së bashku në shfaqje, që ecnin dorë për dore, dhe ai pyeste veten pse jeta e tij ishte ndryshe. Por Raimonda kompensonte me dashuri të dyfisht, me përkushtim të plotë. Ajo ishte edhe nën, edhe mbrojtëse, edhe mësuese, edhe shok. Dhe kur ndriçimi filloi të tregonte interes për teatr, ajo nuk e ndaloi, por as nuk e shtiu. Ajo e dinte se bota e teatrit ishte e bukur, por edhe e pamëshirshme, dhe donte që djali i saj të zgjidhte këtë rrugë vetëm nëse ishte vërtet i sigurt. Kur ndriçimi ishte 16 vjeç, ai u shfaq për herë të parë në një rol të vogël me një shfaqje të teatrit kombëtar. Ishte një rol pa fjalë, thjesht një figurë në sfond, por për të ishte si të ngjiteshe në majë të botës. Ai qëndroi në skenë, në ndritat e forta që verbonin, dhe ndërkohë që aktorët e tjerë luanin, ai ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer kurrë më parë, një lidhje të thellë me publikun. Një ndjenjë se këtu, në këtë hapësirë magjike midis realitetit dhe fiksionit, ai gjente vendin e tij. Pas shfaqjes, Raimonda e përkafoi dhe i tha: "Ke talent, djalim, por talenti nuk mjafton. Duhet të punosh më shumë se kushdo tjetër, sepse do të ketë gjithmonë njerëz që do të thonë se je këtu vetëm sepse je djalim." Ndriçimi e kuptoi paralajmërimin, por nuk e kuptoi ende sa i thellë ishte ai. Vitet që pasuan ishin vite të punës së pallodhur. Ndriçimi hyri në Institutin e Arteve, ku studioi aktorin me pasion dhe disiplinë. Ai ishte ndër studentët më të mirë, jo sepse kishte privilegje, por sepse punonte ditë e natë. Ai leconte drama, studionte teknika, shikonte shfaqje të vjetra, analizonte çdo lëvizje, çdo intonacion. Dhe kur erdhi koha për të diplomuar, ai u zgjot për të luajtur në një nga shfaqjet më të rëndësishme të vitit, një dramë që do të shfaqej në teatrin kombëtar dhe që do të shihej nga kritikët më të ashpër të vendit. Ishte shansi i tij për të provuar se nuk ishte thjesht djali i Raimonda Buz, por një aktor i vërtet në zë të vet. Provat ishin intensive, shtëruese. Regjisori, një burr i rrep që nuk jepte komplimente lehtë, e shtiu ndriçimin në kufijtë e tij. "Më shumë emocion, më pak teknik, duhet ta ndjesh, jo ta luash", bërtiste ai, dhe ndriçimi përpiqej,
përsëriste skena 10 herë derisa zëri i fishkëlente dhe trupi i dhemte. Por ai nuk u ankua kur. Ai e dinte se kjo ishte prova e tij, se nëse dështonte këtu, do të konfirmonte të gjitha dyshimet e atyre që mendonin se nuk meritonte të ishte në atë skenë. Dhe kur erdhi nata e premierës, kur përderja u hap dhe ndriçimi doli në skenë, diçka magjike ndodhi. Ai nuk ishte më ndriçim Xhepa, studenti i ri që përpiqej të provonte veten. Ai ishte personazhi. Ai jetonte dramën. Ai bëri që publiku të harronte se po shikonte një shfaqje dhe të ndjehej sikur po jetonte një histori të vërtetë. Kur përderja u mbyll dhe duart trokitjet shpërtyen, ndriçimi ndjeu lot që i vinin në sy. Ai kishte arritur. Ai kishte provuar se ishte më shumë se një mbiemër i famshëm. Dhe kur doli nga skena, Raimonda ishte aty, me lot në sy edhe ajo, dhe e përqafoi pa thënë asnjë fjalë. Ndonjëherë fjalët nuk janë të nevojshme. Kritikët shkruan recensione të shkëlqyera duke i quajtur ndriçimin një talent i ri që premton të bëhet një nga zërat më të rëndësishëm të gjeneratës së tij. Por jo të gjithë ishin të lumtur. Në kulise, në kafenet ku mblideshin aktorët e vjetër, filluan të dëgjoheshin zëra të pakënaqur. Sigurisht që u lavdërua, nëna e tij ka lidhje kudo. Ai mori rolin më të mirë sepse Raimonda foli me regjisorin. Nuk është aq i mirë sa thon, është vetëm hype. Këto fjalë të përshpritura në fillim filluan të përhapeshin, të rriten, të bëhen më helmuese, dhe dikush që kishte vendosur se ndriçimi duhej të ndalohej, filloi të planifikonte. Ai nuk e bëri këtë hapur, sepse nuk ishte guxim për ballafaqim të drejtë për drejtë. Ai e bëri në mënyrën më të ndytë të mundshme, duke shkruar letra anonime, duke përhap tashe teme, duke krijuar një atmosferë dyshimi rreth ndriçimit. Dhe plani i tij ishte i thjesht por vdekjeprurës. Nëse mund të binte njerëzit e duhur se ndriçimi ishte i papërshtatshëm, se kishte probleme ideologjike, se nuk ishte njëri prej nesh, atëherë karriera e tij do të mbaronte para se të fillonte me të vërtetë. Dhe në atë kohë, në Shqipinë e viteve 80, një akuzë e tillë ishte sa një dënim. Por kush ishte ky person? Çfarë shtiu të urrej aq shumë një djalë të ri që sapo kishte filluar? A ishte thjesht xhelozi, apo kishte diçka më të thellë, një mëri të vjetër ndaj Raimondës që tani po shfrynte mbi djalin e saj? Dhe sa larg ishte gati të shkonte për ta shkatëruar ndriçimin? Në muajt që pasuan premierën e suksesshme, Ndriçim Xhepa filloi të merrte më shumë role, secili prej tyre më sfidues se tjetri. Ai luajti të rinj revolucionar, intelektual të munduar, djem fshatar që kërkonin drejtësi, dhe në çdo rol ai sillte një intensitet që e bënte të dallë në pa. Publiku filloi ta njihte, ta donte, dhe kur eqte në rrugët e Tiranës, njerëzit e ndallonin për t'i thënë sa shumë i kishin pëlqyer shfaqjet e tij. Për një djalë 22 vjeç, kjo ishte e mahniqme, por gjithashtu e frikshme. Ai ndjente se po bëhej i dukshëm, dhe në një vend ku të qenit i dukshëm mund të ishte e rrezikshme, kë e bënte të ndjehej i pambrojtur. Raimonda e shikonte me krenari, por edhe me shqetësim. Ajo e dinte se sa më i suksesshëm të bëhej ndriçimi, aq më shumë do të rriteshin edhe armiqtë e tij. Dhe ajo kishte të drejtë. Në teatrin kombëtar, tensionet po rriten. Kishte aktor të vjetër që nuk merrnin më rolet kryesore, që shihnin se publiku po harronte për ta dhe po fokusohej te hijet e rinj si ndriçimi. Dhe kjo i bënte të ndihen të pavlerësuar, të hidhruar. Disa prej tyre filluan të flasin hapur kundër që sipas tyre nuk respektonte traditat, që nuk kishte paguar çmimin që ata kishin paguar. Dhe në qendër të kësaj, zemrimi ishte ndriçimi, jo sepse ishte më i keq se të tjerët, por sepse ishte më i dukshëm, më i suksesshëm, dhe sepse kishte një nënë të famshme që e bënte objektiv të lehtë për akuza favorizimi. Një mbrëmje pas një shfaqjeje, ndriçimi po ndëronte rroba në dhomën e tij të vogël të gardrobës, kur dëgjoi zëra që vinin nga korridori. Ai njohu zërin e një aktori të vjetër, një burr që kishte qenë dikur i famshëm, por tani luante vetëm role të vogla. Kuote, 21 toshte zëri me hidrim. Kuote, 22. Një zë tjetër, më i ullët, shtoi. Kuote, 23. Ndriçimi ngriti, zemra i rrahte fort. Ai donte të dilte, të përballej me ta, por diçka e ndalloi. Ai kuptoi se nëse reagonte, do të konfirmonte imazhin që ata po përpiqeshin të krijonin për të. Një gjallë i papjekur, i mbrojtur nga nëna, që nuk mund të përballonte kritikën. Kështu që ai qëndroi në heshtje, duke dëgjuar, dhe kur zërat u larguan, ai u ul përsëri duke ndjerë një peshë të rënd në gjoks. Atë natë kur u kthye në shtëpi, ai nuk i tha asgjë Raimondës. Ai nuk donte ta shqetësonte, nuk donte që ajo të mendonte se ai nuk mund të kujdesej për veten e tij. Por Raimonda i njohu djalin e saj shumë mirë. Ajo pas se diçka e shqetësonte dhe ndonse ai mohoi, ajo vendosi të hetonte.
Ajo filloi të fliste me njerëz të besuar, të pyeste se çfarë po ndodhte në teatr, dhe ajo që mësoi e bëri të ndjehej edhe më e shqetësuar se më parë. Komplotimi kundër ndriçimit nuk ishte thjesht tasheteme të rastësishme. Ishte një fushatë e organizuar, e drejtuar nda një grup njerëzish që kishin vendosur se ai duhej të largohej. Dhe ata po përdornin çdo mjet të mundshëm: letra anonime, raporte të rreme, madje edhe përpjekje për ta provokuar ndriçimin në publik që të bënte një gabim që mund të përdorej kundër tij. Raimonda kuptoi se situata ishte edhe më serioze se sa kishte menduar. Ajo e dinte se nëse nuk vepronte shpejt dhe me vendosmëri, djali i saj do të bëhej viktim. Por ajo gjithashtu e dinte se nuk mund të luftonte këtë betejë vetëm. Ajo kishte nevojë për aleat, për njerëz që kishin pushtet dhe që ishin të gatshëm ta përdornin atë për të mbrojtur drejtësinë. Dhe ajo e dinte saktësisht te kush të shkonte. Kishte një regjisor të vjetër, një burr që kishte punuar me Raimondën për vite të tëra dhe që e respektonte thellësisht. Ai kishte lidhje në nivele të larta dhe ndonse ishte tërhequr nga puna aktive, ai ende kishte ndikim. Raimonda shkoi ta takonte dhe kur i tregoi gjithçka, ai e dëgjoi me vëmendje, duke tundur kokën me shqetësim. Kuote, 44, tha ai. Kuote, 25. Raimonda i shikoi drejt në sy. Kuote, 26. Regjisori mendoi për një moment, pastaj tha. Kuote, 27. Raimonda e falenderoi dhe u largua, duke ndjerë një lehtësim të vogël, po gjithashtu duke ditur se lufta nuk ishte mbaruar. Ajo vendosi të fliste me ndriçimin, por jo për të gjitha detajet. Ajo nuk donte që ai të ndjehej i friksuar ose i paralizuar. Ajo thjesht i tha. Ndriçimi e shikoi nënën e tij dhe pa shqetësimin në sytë e saj, ai e kuptoi se diçka po ndodhte, diçka që ajo nuk po ja thoshte plotësisht, por ai vendosi të besonte në të. Kuote 49, tha ai. Kuote 30. Dhe ai e mbajti premtimin. Në javët dhe muajt që pasuan, ndriçimi ishte shembull i profesionalizmit. Ai arrinte gjithmonë i pari në prova, ishte i sjellshëm me të gjithë, nuk hynte në debate apo konflikte dhe punonte më shumë se kushdo tjetër. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, atmosfera filloi të ndryshonte. Njerëzit që kishin qenë skeptik filluan të respektonin. Edhe disa nga aktorët e vjetër që kishin qenë armiqësor filluan të pranonin se ndriçimi ishte vërtet i talentuar, se nuk ishte thjesht produkt i favorizimit. Dhe letra anonime që kishin qenë aq kërcënuese nuk arritën kurrë në duart e njerëzve që mund të bënin dëm. Raimonda kishte fituar betejën, por ajo e dinte se çmimi kishte qenë i lartë. Ajo kishte përdorur çdo lidhje, çdo favor që i detyrohej, ve tani ajo e dinte se nëse do të ndodhte diçka e ngjashme përsëri, ajo nuk do të kishte të njëjtat mjete për të luftuar. Por për momentin, ndriçimi ishte i sigurt. Ai vazhdoi të luante, të shkëlqente dhe me kalimin e viteve u bë një nga aktorët më të dashur të Shqipërisë. Vendon se ai nuk e mësoi kurrë të vërtetën e plot për atë që kishte ndodhur në ato vite të hershme, ai gjithmonë ndjeu një mirënjohje të thellë ndaj nënës së tij, një grua që kishte qenë jo vetëm nëna e tij, por edhe mbrojtësja e tij më e madhe. Por çfarë do të ndodhte kur Raimonda nuk do të ishte më aty për ta mbrojtur? Çfarë do të ndodhte kur ai do të duhej të luftonte betejat e tij vetëm? Dhe a do të ishte ai mjaft i fortë për ta bërë këtë? Në një mbrëmje të ftohtë të dhjetorit të vitit 1988, kur era e veriut fshfërinte nëpër rrugët e zbrazëta të Tiranës, dhe drita e verdhë e llambave të rrugës krijonte hije të gjata mbi trotuaret e lagura. Një grua me kapele të zezë dhe pallto të gjatë hyri në ndërtesën e Komitetit Qendror të Partisë. Ajo nuk kishte takim, nuk kishte ftesë zyrtare, por në dorë mbante një zarf të trashë që e shtrëngonte aq fort sa gjishtrinti ishin bërë të bardhë. Rojet në hyrje e njohën menjëherë, sepse fytyra e saj kishte qenë në gazeta, në afishe teatrale, në ekranet e kinemas për më shumë se 20 vjet. Kuote, 31, tha njëri prej rojeve me respekt, por edhe me një hije dyshimi në zë. Kuote, 32. Ajo e shikoi drejt në sy, me atë shikimin që kishte përdorur në sken për të interpretuar mbretresha dhe heroina që nuk pranojnë refuzim. Fjalët ishin të zgjedhura me kujdes, sepse në atë sistem, fjala hapte dyert më shpejt se çdo autorizim zyrtar. Rojet u shikuan mes tyre. Pastaj njëri prej tyre mori telefonin dhe foli me dik në katin e sipër. Pas 5 minutash pritjeje që Raimondës ju dukën si 5 orë, ajo u shoqërua nëpër korridore të gjata me mure të lyera me ngjyrë jeshile të zbehtë, deri në një zyrë ku një burr me mustake të trasha dhe kostum gri po leconte dokumente në dritën e një llambet ryeze. Ai e ftoi të ulej, por Raimonda mbeti në këmbë. Pyeti burri duke mos e ngritur shikimin nga letrat.
Raimonda vuri Zarfin mbi tavolin dhe tha me një zë që dridej lehtë, jo nga frika, por nga zemrimi i mbajtur brenda për javë të tëra, a mund të ishte e vërtet kjo? A kishte Raimonda vërtet zbuluar identitetin e komplotistëve, apo ishte kjo një blof i dëshpëruar për të tërhequr vëmendjen e pushtetit? Dhe nëse kishte prova, sa të rrezikshme ishin ato për njerëzit që po akuzonte? Buri me mustake ngadalë ngriti kokën dhe e shikoi Raimondën me një shprehje të palecueshme. Ai hapi Zarfin, nxori letrat dhe filloi t'i leconte me vëmendje. Heshtja në zyrë ishte kaq e dendur sa Raimonda dëgjonte rrajet e zemrës së saj. Pas disa minutash, buri foli. Këto janë akuza serioze, shok Raimond. Por gjithashtu janë serioze edhe pretendimet tuaja se dikush po fabrikojnë prova të rreme. Keni emra? Keni dëshmi konkrete? Raimonda nxori nga çanta e saj një flet tjetër letre, të mbushur me shënime të shkruara me dorë me shkronjë të imët dhe të kujdesshme. Kam emra, kam data, kam dëshmitar që kanë dëgjuar biseda. Kam madje edhe një kopje të një letre që nuk u dërgua kurrë, por që u gjet në zyrën e një prej personave që dyshoj. Letra ishte shkruar me të njëjtën makinë shkrimi që u përdor për letrat anonime. Ajo e dinte se po luante një lojë të rrezikshme, sepse nëse akuzonte njerëz të gabuar, ose nëse nuk kishte prova të mjaftueshme, ajo vetë mund të bëjë objektiv i hetimit. Por ajo kishte vendosur se nuk kishte rrugë tjetër. Nëse nuk vepronte tani, me guxim dhe me vendosmëri, djali i saj do të shkatërrohej. Buri me musta e mori fletën, e lexoi me vëmendje dhe pastaj tha: "Do të duhet të hetojmë këto pretendime, por ju duhet të kuptoni se nëse rezulton se keni bërë akuza të rreme, pasojat do të jenë serioze edhe për ju." Raimonda e priti këtë paralajmërim. E kuptoi plotësisht, dhe jam e gatshme të përbalem me çdo pasojë nëse gaboj, por ju lutem, hetoni me kujdes, sepse nëse këto letra arrin në duar të gazetarëve, ose nëse fillon një hetim zyrtar kundër djalit tim pa prova reale, jo vetëm karriera e tij, por edhe reputacioni i teatrit kombëtar do të dëmtohet, dhe unë nuk besoj se kjo është në interesin e askujt. Ishte një argument i zgjuar, sepse ajo e dinte se sistemi shqetësohej më shumë për imazhin publik se sa për drejtësinë individuale. Nëse mund të bindë se skandali do të dëmtonte institucionin, atëherë kishte shanse që të merreshin masa për të mbyllur çështjen në heshtje. Buri me mustaku ngrit nga karrigja, erdhi pranë dritares dhe qëndroi aty për disa momente duke shikuar jashtë në errësirën e natës. Pastaj tha: "Do të formojmë një komision të brendshëm për të hetuar këto çështje. Ju do të thirreni për të dhënë dëshmi, dhe nëse ajo që thoni konfirmohet, do të merren masa. Por deri atëherë, këshilloj që as ju, as djali juaj të mos flisni për këtë me askënd, as një fjalë në teatr, as një koment në publik. A është e qartë?" Raimonda pranoi me një përkulje të kokës. Ajo e dinte se kishte fituar një betejë të vogël, por lufta ishte ende larg në fundi. Ajo doli nga zyra, zbriti shkallët e ngadalta të ndërtesës dhe kur doli në rrugë, ndjeu erën e ftohtë që i goditi fytyrën si një shpëllim. Aho filloi të ecte drejt shtëpisë, po çdo hap i dukej më i rëndë se tjetri, sepse e dinte se tani kishte vënë në lëvizje një makineri që nuk mund ta kontrollonte plotësisht. Çfarë do të ndodhte nëse hetimi nuk shkonte siç shpresonte? Çfarë do të ndodhte nëse njerëzit që kishte akuzuar ishin më të fuqishëm se sa kishte menduar? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të ndodhte me ndriçimin nëse i gjithë kjo histori dilte në dritë? Ndërkohë, në një apartament të vogël në lagjen e bllokut, ku jetonin vetëm zyrtarët më të lartë të partisë dhe familjet e tyre, një burr po pinte raki të fortë dhe po shikonte nga dritarja me një shprehje të errët në fytyrë. Ai ishte njëri prej atyre që Raimonda kishte përmendur në listën e saj, një ish aktor që kishte pasur dikur një karrierë premtuese, por që ishte shkatëruar nga alkooli, nga xhelozia dhe nga një seri vendimesh të këqija. Tani ai punonte si këshilltar kulturor në një zyrë administrative, një pozicion që i jepte akses në informacione dhe në njerëz me pushtet, po që nuk i jepte kënaqësinë që kishte ndjerë dikur në skenë. Ai e urrente ndriçim xhepën me një urrejtje që kishte rrënjë të thella, jo vetëm sepse ndriçimi po arrinte atë që ai kishte dështuar të arrinte, por sepse ndriçimi i kujtonte çdo ditë se çfarë kishte humbur. Dhe kur kishte dëgjuar se Raimonda kishte shkuar në komitetin qendror, ai e kuptoi se plani i tij ishte zbuluar. Ai e dinte se tani do të vinte hetimi, do të vinin pyetjet dhe nëse nuk vepronte shpejt, ai vetë do të bëhej viktim. Por çfarë mund të bënte? Si mund të shpëtonte nga pasojat e asaj që kishte nisur? Ai mori telefonin dhe thirri një numër që e dinte përmendsh. Zëri që ju përgjigj ishte i ulët i kujdesshëm. Po, çfarë ka? Buri foli me një zë të ncituar. Ajo shkoi te ta, Raimonda. Ajo ka prova. Duhet të bëjmë diçka ose do të na shkatërroj të gjithëve. Zëri në anën tjetër të linjës mbeti i qetë.
Qetësohu, asgjë nuk është e humbur ende. Kemi edhe ne njerëzit tanë. Do të sigurohemi që hetimi të shkojë në drejtimin e duhur, por ti duhet të qëndrosh i qetë dhe të mos bësh asnjë lëvizje të ncituar. A e kupton? Burri mbyli telefonin, por dora i dridej. Ai e dinte se ishte futur në një lloj që ishte më e madhe se ai dhe tani nuk ishte i sigurt nëse do të dilte i gjallë prej saj. A do të arrinte ai të shpëtonte, apo do të bëhej flijim për të mbrojtur të tjerët që ishin edhe më lart në hierarki? Dhe çfarë do të ndodhte me ndriçimin nëse kjo luftë e fshehtë do të shpërthente në një skandal publik? Ndriçim Xhepa nuk e dinte asgjë për atë që po ndodhte në kulise. Ai vazhdonte të shkonte në prova, të luante në shfaqje, të përshëndeste publikun me buzëqeshjen e tij të sinqertë që e kishte bërë kaq të dashur. Por kishte diçka që kishte filluar ta shqetësonte, një ndjenjë e vagullt se diçka nuk ishte në rregull. Ai vuri re se disa kolegë po e shmangnin, se biseda ndallohej kur ai hynte në një dhomë, se kishte shikime të çuditshme që ndiqnin çdo lëvizje të tij. Një mbrëmje, pas një prove të gjatëve të lotshme, ai vendosi të pjesëte një prej aktorëve më të vjetër që kishte qenë gjithmonë i sjellshëm me të. A ka ndodhur diçka që unë nuk e di? Pyeti Ndriçimi, duke u përpjekur të duke i qetë. Aktori i vjetër e shikoi për një moment, pastaj uli zërin dhe tha: "Dëgjoj djalim, nuk di shumë, por kam dëgjuar se ka pasur letra që kanë qarkulluar, letra që flasin për ty. Nuk e di nëse është e vërtet, por njerëzit po flasin. Dhe kur njerëzit flasin, edhe nëse janë dënjeshtra, ato lën gjurmë." Ndriçimi ndjeu një nxehtësi që i ngjitej në fyt. Çfarë lloj letrash? Kush po thot gjëra për mua? Aktori i vjetër tundi kokën. Nuk e di, por nëse isha në vendin tënd, do të kisha kujdes. Do të sigurohesha që çdo gjë që bëj është e pastër e qartë, sepse në këto kora mjafton një dyshim i vogël për të shkatëruar një karrierë. Ndriçimi u kthye në shtëpi atë natë me një ndjenjë ankthi që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Ai gjeti Raimondën në sallonin e vogël duke qepur një kostum për një shfaqje të ardhshme, dhe kur ajo e pa fytyrën e tij, menjëherë kuptoi se diçka kishte ndodhur. "Çfarë ka djalim?" pyeti ajo, duke lënë punën dhe duke ardhur pranë tij. Ndriçimi u ul në koltuk dhe i tregoi atë që kishte dëgjuar. Raimonda dëgjoi në heshtje, dhe kur ai mbaroi, ajo mori një frym të thellë. Ajo dinte se kishte ardhur momenti kur duhej të thoshte të vërtetën, ose të paktën një pjesë të saj. Filloi ajo me një zë të butë por të qëndrueshëm. Ndriçimi e shikoi nënën e tij me një përzierje admirimi dhe frike. Pyeti ai. Raimonda i vuri dorën në faqe. Ndriçimi ndjeu një peshë të re mbi shpatulla, por gjithashtu ndjeu një vendosmëri të re. Ai nuk do të lejonte që njerëz të paskrupullt ta shkatronin atë që kishte punuar aq shumë për të arritur. Ai do të luftonte, por jo me armët e tyre. Ai do të luftonte duke qenë edhe më i mirë, edhe më profesional, edhe më i paprekshëm. Në javët që pasuan, Ndriçimi u bë shembull i disiplinës. Ai arrinte në teatr një orë para të gjithëve, qëndronte pas provave për të praktikuar, ndihmonte kolegët e tij me rolet e tyre dhe nuk hynte kurrë në biseda që mund të keq interpretoheshin. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, atmosfera filloi të ndryshonte. Njerëzit që kishin qenë të ftohtë filluan të ngroheshin përsëri. Disa prej tyre madje i kërkuan falje në mënyrë indirekte, duke thënë gjëra si: Ndriçimi i pranoi këto gjeste pa hidhrim, sepse e kuptoi se shumë prej tyre kishin qenë thjesht të friksuar, të manipuluar nga të tjerë që kishin qëllime më të këqija. Por ndërkohë, në zyrat e Komitetit Qendror, hetimi po vazhdonte. Komisioni i formuar për të shqyrtuar akuzat e Raimondës kishte filluar të intervistonte njerëz, të kontrollonte dokumente, të krahasonte shkrime. Dhe ajo që zbuluan ishte edhe më e ndyrë se sa Raimonda kishte menduar. Nuk ishte vetëm një person që kishte shkruar letrat anonime. Ishte një grup i vogël, por i organizuar, që kishte vendosur të përdorte sistemin e denoncimeve për të eliminuar konkurrentët e tyre. Ata kishin shkruar letra jo vetëm kundër Ndriçimit, por edhe kundër disa aktorëve të tjerë të rinj që po bëheshin të suksesshëm. Dhe më e keqja, disa prej këtyre letrave kishin arritur në duart të njerëzve që kishin pushtet për të vepruar. Dhe vetëm fati kishte bërë që ato të mos ishin marrë seriozisht ende. Kur raporti përfundimtar u dorëzua, vendimi ishte i qartë. Personat që kishin shkruar letrat do të largoheshin nga pozicionet e tyre. Disa do të transferoheshin në qytete të largëta dhe çështja do të mbyllej pa bërë zhurmë publike. Sistemi nuk donte skandale, nuk donte që publiku të mësonte se sa e korruptuar ishte bota e brendshme e institucioneve kulturore. Kështu që gjithçka u bë në heshtje, me urdhëra të brendshëm, me transferime që dukeshin si vendime administrative normale. Dhe Ndriçimi, që nuk e mësoi kurrë të vërtetën e plot, vazhdoi të luante, të shkëlqente dhe të bëhej një nga yjet më të ndritshëm të gjeneratës së tij. Por a ishte kjo vërtet fundi?
A ishin vërtet të gjithë armiqt larguar, apo kishte ende njerëz që prisnin në hije, që mbanin mëri, që planifikonin hakmarrje për një ditë tjetër? Në pranverën e vitit 1990, kur era e ngrohtë filloi të sjellë erën e luleve të bajameve, ve qyteti i Tiranës po zgjohej nga gjumi i gjatë i dimrit, Ndriçim Xhepa mori një ftesë që do të ndryshonte jetën e tij. Ai u zgjodh për të luajtur rolin kryesor në një film të ri, një dramë historike që do të tregonte historinë e një revolucionari të ri që luftonte kundër pushtuesve. Ishte roli më i madh që kishte marrë ndonjëherë, ve gjithashtu ishte shansi i tij për të kaluar nga skena teatrale në ekranin e madh, ku do të shihej nga mijëra njerëz në të gjithë vendin. Kur Raimonda dëgjoi lajmin, ajo e përqafoi me lot në sy. Ndriçimi buzëqeshi, por brenda tij kishte ende një ndjenjë vogël dyshimi, një zë që i thoshte se asgjë nuk ishte kurrë që thjesht sa dukej. Xhirimet e filmit filluan në maj, në një fshat të vogël në jug të Shqipërisë, ku peizazhe malor dhe shtëpitë e vjetra me gur krijuan sfondin perfekt për historinë. Ndriçimi u zhyt plotësisht në rol, duke jetuar për javë të tëra në kushte të vështira, duke fjetur në çadra, duke ngrënë ushqim të thjesht, duke punuar nga axhimi deri në perëndim. Regjisori, një burr i ri me ide të reja dhe vizion ambicioz, ishte i mahnitur nga përkushtimi i Ndriçimit, i tha ai një ditë. Dhe kur xhirimet përfunduan dhe filmi u montua, rezultati ishte mahnitës. Premiera u mbajt në Pallatin e Kongreseve me praninë e zyrtarëve të lartë, të artistëve të famshëm dhe të qindra spektatorëve që kishin fituar bileta nëpërmjet lotarisë. Kur filmi përfundoi dhe dritat u ndezen, salla shpërtheu në duartrokitje që zgjaten për minuta të tëra. Ndriçimi, që ishte ulur në radhën e parë pranë Raimondës, ndjeu lot që i rëshqisnin në faqe. Ai e kishte arritur. Ai kishte provuar se ishte më shumë se djali i një aktreje të famshme. Ai ishte Ndriçim Xhepa, një artist me zë të vet. Por suksesi sjell gjithmonë edhe sfida të reja. Në muajt që pasuan, Ndriçimi filloi të merrte oferta për role të tjera, për shfaqje teatrale, për intervista në gazeta dhe në radio. Ai u bë një figurë publike dhe me këtë erdhi edhe presioni të qenit gjithmonë në sy të publikut. Çdo fjalë që thoshte analizoi, çdo lëvizje që bënte komentoi. Dhe ndonse shumica e komenteve ishin pozitive, kishte gjithmonë edhe zëra kritik, njerëz që thonin se ai po bëhej shumë i famshëm shumë shpejt, se po humbte kontaktin me realitetin, se po harronte rrënjët e tij. Ndriçimi përpiqej të mos e dëgjonte këto zëra, por ato e ndiqnin kudo shkonte. Dhe një ditë, kur po ecte në rrugët e Tiranës, një burr i vjetër e ndaloi dhe i tha. Fjalët e burrit të vjetër i mbetën në mendje Ndriçimit për ditë të tëra. Ai e kuptoi se kjo do të ishte betejë e tij e përjetshme, të provonte se ishte i pavarur, se kishte identitet të vet, se nuk ishte thjesht quote 59. Dhe kështu, ai vendosi të bënte diçka të guximshme. Ai vendosi të refuzonte një rol që ishte ofruar, një rol që do t'i jepte para të mira dhe famë të mëtejshme, sepse ndjeu se roli nuk ishte i sinqert, se ishte thjesht një kopje e roleve që kishte luajtur më parë. Në vend të kësaj, ai zgjodhi të luante në një shfaqje eksperimentale, të shkruar nga një dramaturg i ri që po provonte forma të reja të teatrit. Shfaqja ishte e vështirë, e çuditshme, dhe shumë njerëz nuk e kuptuan. Disa kritik shkruan recensione negative, duke thënë se Ndriçimi po bënte një gabim duke u larguar nga stili që kishte bërë të famshëm. Por kishte edhe të tjerë që e lavdëruan për guximin e tij, për gatishmërinë për të rrezikuar, për dëshirën për të eksploruar territore të reja artistike. Dhe Ndriçimi, për herë të parë në jetën e tij, ndjeu se po bënte diçka që ishte vërtet e tij, jo diçka që pritej prej tij. Raimonda e shikonte këtë transformim me ndjenja të përziera. Nga njëra anë, ajo ishte krenare që djali i saj po gjente zërin e tij të pavarur. Nga ana tjetër, ajo shqetësohej se ai po merrte rrugë që mund të ishin të rrezikshme, se po sfidonte konventat në një kohë kur konventat ishin ende shumë të forta. Një mbrëmje, pas një shfaqje eksperimentale që kishte marrë reagjime të përziera, ajo dhe Ndriçimi ecën së bashku nëpër rrugët e qetat të qytetit. A mendon se po bëj gabim? Pyeti Ndriçimi. Raimonda mendoi për një moment, pastaj tha: Nuk e di nëse po bën gabim apo jo, por e di se po bën atë që ndjen se duhet të bësh, dhe kjo është më e rëndësishmja, sepse në fund ti nuk je unë, ti je Ndriçim, dhe Ndriçimi duhet të gjejë rrugën e vet, edhe nëse kjo rrugë është e ndryshme nga ajo që unë kam ecur. Fjalët e saj i dhan Ndriçimit një ndjenjë lehtësimi, por edhe një ndjenjë përgjegjësie. Ai e kuptoi se tani ishte koha që të dilte nga hija e nënës së tij, jo duke mohuar atë që ajo kishte bërë për të, por duke ndërtuar diçka të re, diçka që ishte plotësisht e tij. Por ndërsa Ndriçimi po ndërtonte karrierën e tij, bota rreth tij po ndryshonte me shpejtësi marramendse.
Viti 1990 solli me vete era ndryshimi që po frinin në të gjithë Evropën lindor. Muri i Berlinit ra, regjime komuniste po shëmbureshin njëri pas tjetrit, dhe edhe në Shqipëri filluan të dëgjoheshin zëra që kërkonin liri, demokraci, ndryshim. Teatri kombëtar, që kishte qenë për dekada një institucion i kontrolluar nga shteti, filloi të ndjej këto era. Aktorë të rinj filluan të flasin hapur për nevojën për reforma, për liri artistike, për fund të censurës. Vendryqimi që kishte qenë gjithmonë i kujdesshëm me fjalët e tij, filloi të ndjej se kishte ardhur koha për të qenë më i guximshëm, për të folur më hapur. Por a ishte kjo e sigurt? A ishte sistemi vërtet duke u dobësuar, apo ishte thjesht duke u riorganizuar për të goditur më fort ata që gusonin të flasin? Dhe çfarë do të ndodhte me ndriçimin nëse ai do të zgjidhte të qëndronte në anën e atyre që kërkonin ndryshim? Në një mëngjes të hershëm të shkurtit të vitit 1990, kur dieli sapo po ngrihej mbi catit e Tiranës dhe ajri i ftohtë mbante ende erën e timit të sobave të druve, një grua me kapele të zezë dhe doreza lëkure hyri në zyrën e drejtorit të teatrit kombëtar pa trokitur. Ajo mbante në dorë një dosie të trashë me dokumente që i kishin rënë në duar nëpërmjet kanaleve që vetëm ajo i njihte, kanale që kishin të bënin me njerëz që i detyroheshin favore të vjetra, me sekretare që kishin dëgjuar biseda që nuk duhej të dëgjonin, me teknik që kishin gjetur letra të hedhura në shporta plerash. Brenda asaj dosie ishin kopje të raporteve të brendshme që shkruheshin për çdo shfaqje, për çdo aktor, për çdo lëvizje që bëhej në teatr. Dhe në një prej atyre raporteve, shkruar me shkronja të vogla dhe me gjuhë burokratike që fshihte helmin e vërtet, lexoi: Aktori Ndriçim Xhepa ka treguar shenja të pavarësisë së tepruar në zgjedhjen e roleve. Duhet monitoruar për të siguruar që qëndrimi i tij të mos ndikojë negativisht te aktorët e tjerë të rinj. Raimonda Bulla e lexoi atë paragraf 3 herë, dhe çdo herë zemrimi i saj u bë më i madh. Ajo e dinte se këto fjalë që dukeshin të pafajshme ishin në të vërtetë fillimi i një procesi që mund të mbaronte me largimin e ndriçimit në teatri, me shkatërimin e karrierës së tij, me fund të gjithçkaje që ai kishte ndërtuar. Dhe ajo e dinte gjithashtu se personi që kishte shkruar atë raport nuk ishte thjesht një zyrtar i ulët, por dikush që kishte lidhje me strukturat e sigurisë, dikush që mund të bënte që një raport i tillë të arrinte në duart të njerëzve që kishin pushtet për të vepruar. Kush ishte ky person që po luante me fatin e djalit të saj, si të ishte një lloj shahu, dhe sa larg ishte gati të shkonte për ta shkatërruar ndriçimin? Drejtori i teatrit, një burr në të 60-tat me flokë të thinjur, besy të lodhur, që kishin parë shumë betejë të brendshme, e shikoi Raimondën me një përzierje respekti dhe frike. Ai e njihte atë prej më shumë se 30 vitesh, kishte punuar me të në vjetra shfaqje, dhe e dinte se kur Raimonda Bulla hynte në zyrën e tij me atë shprehje në fytyrë, diçka serioze po ndodhte. Çfarë ke gjetur, Raimond? Pyeti ai me një zë të ulët, duke hedhur një vështrim të shpejtë drejt derës për t'u siguruar që askush nuk po dëgjonte. Raimonda vuri dosjen mbi tavolinë me një goditje që bëri që pensat dhe letrat të dridhen. Drejtori u ul në karrige dhe fërkoi fytyrën me duar. Ai dukej sikur kishte plakur 10 vjet në atë moment. Raimonda u përkull mbi tavolinë duke e shikuar drejt në sy. Heshtja që ra në zyr ishte e rëndë, e ngarkuar me vendime që duhej të merreshin. Drejtori e dinte se Raimonda kishte të drejtë, por ai gjithashtu e dinte se lufta që ajo po kërkonte ishte një luftë që mund t'i kushtonte të gjithëve shumë. Pas një kohe që u duk si prijetësi, ai foli: Do të shoh se çfarë mund të bëj, por ti duhet të kuptosh se nuk mund të premtoj asgjë. Sistemi është më i fortë se ne të gjithë. Raimonda u ngrit, mori dosjen dhe para se të dilte nga zyra tha: Sistemi është i fortë vetëm sepse njerëzit si ti dhe unë kemi frikë ta sfidojmë, por kur ne ndallojmë së friksuari, sistemi fillon të dridhet. Ajo doli dhe lëshoi derën pas saj me një tingull që jehoi nëpër korridoret e zbrazëta të teatrit. Dhe në atë moment, diku në një zyrë të vogël në katin e dytë, një burr me kostum gri dhe kravatë të kuqe po dëgjonte bisedën nëpërmjet një mikrofoni të fshehur që ishte instaluar në zyrën e drejtorit. Ai buzëqeshi me një buzëqeshje të ftohtë, sepse e dinte se tani Raimonda kishte bërë një gabim. Ajo kishte treguar dorën e saj, kishte zbuluar se dinte për raportet, dhe tani ai mund të planifikonte hapin e ardhshëm me më shumë kujdes. Por çfarë do të ishte ai hap, dhe sa shpejt do të vepronte? Ndërkohë, Ndriçim Xhepa po provonte për një shfaqje të re, një dramë moderne që fliste për një të ri që përpiqej të gjente kuptimin e jetës në një botë që po ndryshonte me shpejtësi. Roli ishte sfidues, sepse kërkonte që ai të tregonte jo vetëm emocionet e jashtme, por edhe luftën e brendshme të një njeriu që po humbte besimin në gjithçka që kishte besuar më parë. Vendërsa provonte, Ndriçimi ndjeu se po luante jo vetëm një personazh, por edhe veten e tij.
Ai po jetonte në një kohë kur gjithçka po vihej në dyshim, kur vlerat e vjetra po shembuleshin, kur e ardhmja ishte e pasigurt. Dhe kjo e bënte që çdo fjalë që thoshte në skenë të tingëllonte më e vërtet, më e dhimbshme, më e fuqishme. Regjisori, një grua e re me ide radikale dhe vizion të guximshëm, ishte e mahnitur. Ndriçim, ti po bën diçka që nuk kam parë kur më parë, i tha ajo. Ti po e bën që publiku të ndjej se nuk po shikon një shfaqje, por po jeton një përvojë. Ndriçimi e falenderoi, por brenda tij kishte një ndjenjë shqetësimi që nuk mund ta shpjegonte. Ai ndjente se diçka po ndodhte, diçka që nuk e kontrollonte, dhe kjo e bënte të ndjehej i pambrojtur. Një mbrëmje pas provave, ai po ecte drejt shtëpisë kur vuri re se dikush po e ndihte. Ai nuk e pa fytyrën e personit, por ndjeu praninë e tij, hapat që ndallonin kur ai ndallonte, që rifillonin kur ai rifillonte të ecte. Ndriçimi ndjeu një ftohtësi që i zbriti në shpinë. Ai përshpejtoi hapin, ktheu në një rrugë anësore dhe pastaj filloi të vraponte. Kur arriti në shtëpi, ai hyri me shpejtësi dhe mbili derën pas vetes, duke mbështetur shpinën në të dhe duke marrë frym thellë. Raimonda, që ishte në kuzhinë duke përgatitur darkë, doli dhe e pa fytyrën e tij të zbehtë. "Çfarë ndodhi?" pyeti ajo me alarm. Ndriçimi i tregoi për personin që e kishte ndjekur, dhe Raimonda ndjeu një zemrim të përzier me frikë. Ajo e dinte se kjo nuk ishte rastësi. Kjo ishte një mesazh, një paralajmërim, një mënyrë për ta friksuar ndriçimin dhe për ta bërë atë të ndjehej të pasigurt. Dhe ajo e dinte se nëse nuk vepronte shpejt, gjërat do të përkeqësoheshin. Atë natë Raimonda nuk fjet. Ajo qëndroi zgjuar duke menduar, duke planifikuar, duke kërkuar një mënyrë për ta mbrojtur djalin e saj nga një armik që nuk ishte fitur. Dhe në orët e hershme të mëngjesit kur qyteti ende flinte dhe vetëm zogët e parë po fillonin të këndojnë, ajo mori një vendim. Ajo do të shkonte te personi që kishte më shumë pushtet se kushdo tjetër në botën e teatrit. Një burr që kishte qenë dikur miku i saj, por që tani ishte bërë një figurë e largët, e ftohtë, e paarritshme. Ajo do të kërkonte një takim me ta, dhe do të kërkonte mbrojtje për ndriçimin. Por a do ta pranonte ai ta takonte? Dhe nëse e pranonte, çfarë çmimi do të kërkonte në këmbim? Në një mëngjes të ftohtë marsi, kur era e veriut fshfërinte nëpër degët e zhveshura të pemëve dhe qielli ishte i mbulluar me re të errta që premtonin shi, Raimonda Bulla u paraqit në hyrjen e një vile të madhe në lagjen e bllokut, atu ku jetonin vetëm njerëzit më të fuqishëm të vendit. Vila ishte e rrethuar nga një mur i lartë prej guri dhe një portë hekuri që ruhej nga 2 roje me uniforma ushtarake. Raimonda i afrohej rojeve dhe tha me një zë të qetë por të vendosur: "Kam ardhur për të takuar shokun ministër. Ai e di se do të vi." Rojet e shikuan me dyshim, sepse ajo nuk ishte takim të caktuar, por njëri prej tyre hyri në një kabinë të vogël dhe thirri dikë. Pas disa minutash, porta u hap dhe Raimonda u shoqërua nëpër një obor të gjerë me pemë të mëdha, velulishte të kujdesura me përpikri deri në derën e vilës. Ajo u prit ndaj një sekretare e re, që e çoi në një sallë pritjeje me mobilje të shtrenjta dhe tablo në mure që tregonin se banori i kësaj shtëpie kishte shije të sofistikuar. Raimonda u ul në një koltuk lëkure dhe priti. Çdo minutë që kalonte i dukej si një orë, dhe ajo ndjente se zemra i rrahte fort në gjoks. Ajo e dinte se ky takim ishte shansi i saj i fundit për ta shpëtuar ndriçimin, dhe nëse dështonte këtu, nuk do të kishte më vend ku të shkonte. Pas një pritjeje që zgjati gati gjysmore, dera u hap dhe hyri një burr në të pesdjetat, me flokë të thinjur të krehur me kujdes, me kostum të errët dhe kravatë të kuqe, me një shprehje në fytyrë që ishte palecueshme. Ai ishte ministri i kulturës, një burr që kishte qenë dikur aktor i ri dhe ambicioz, që kishte luajtur në të njëjtin teatr me Raimondën, që kishte qenë madje edhe miku i saj në ato vite të largëta. Por tani ai ishte bërë pjesë e aparatit të pushtetit, dhe Raimonda e dinte se miqësia e vjetër nuk do të mjaftonte për ta bindur atë. Ajo duhej të përdorte argumente më të forta, më të rrezikshme. Ministri ul përballë saj dhe tha me një zë të ftohtë: "Raimond, çfarë të sjell këtu? E di se nuk je takim, por vendosa të pranoj, sepse respektoj atë që ke bërë për teatrin shqiptar, por koha ime është e kufizuar." Raimonda nuk humboi kohë me formalitete. Ahon zori nga çanta e saj një zarf dhe e vuri mbi tavolinë. Brenda këtij zarfi janë dokumente që tregojnë se djali im po monitorohet, po ndjeket, po kërcënohet nga njerëz që pretendojnë se po veprojnë në emër të sigurisë së shtetit. Por unë e di se kjo nuk është për sigurinë e shtetit. Kjo është për xhelozi, për hakmarrje, për intriga personale. Dhe kam ardhur këtu për të kërkuar që ti si ministër të ndërhysh dhe të ndallosh këtë. Ministri mori zarfin, e hapi dhe filloi të lexonte dokumentet me një shprehje që ngadalë po ndryshonte nga indiferenca në shqetësim.
Ai e dinte se Raimonda nuk ishte grua që blufonte, se nëse kishte sjell dokumente, ato ishin të vërteta. Dhe ajo që po lexonte e bëri të kuptonte se situata ishte më serioze se sa kishte menduar. Kishte raporte që tregonin se ndriçim Qepa po konsiderohej si element i pasigurt, se lëvizjet e tij po regjistroheshin, se madje kishte plane për ta thirrur në një bisedë informale me strukturat e sigurisë, një bisedë që në atë kohë shpesh mbaronte me presione për të bërë denoncime ose për të pranuar të bashkëpunoje. Ministri e dinte se nëse kjo do të ndodhte, karriera e ndriçimit do të mbaronte, sepse edhe nëse ai refuzonte të bashkëpunonte, do të shënohej si i pabesueshëm, dhe askush nuk do të guxonte ta përdorte më në role të rëndësishme. Ai ngadalë mbëli dorshën dhe shikoi Rajmondën. Pse mendon se unë mund të bëj diçka për këtë? Këto janë çështje që nuk i kontrolloj unë, këto janë çështje që vendosen në nivele më të larta. Raimonda i shikoi drejt në sy dhe ta me një zë që dridej nga zemrimi i mbajtur brenda. Sepse ti e di se nëse kjo ndodh, nuk do të jetë vetëm ndriçimi që do të vuaj, do të jetë i gjithë teatri, e gjithë kultura shqiptare. Sepse nëse ne lejojmë që talenti të shtyp nga frika dhe nga intriga, atëherë çfarë lloj kulture po ndërtojmë? Një kulturë e frikës, e heshtjes, e dorëzimit, dhe ti si ministër do të jesh përgjegjës për këtë. Fjalët e saj goditën si një shuplak. Ministri e dinte se Raimonda kishte të drejtë, por ai gjithashtu e dinte se nëse ndërhynte, ai vetë do të bëhej objektiv i dyshimeve, do të akuzohej se po mbron elemente të pasigurta, se po vë interesat personale mbi interesat e shtetit. Por ai gjithashtu e dinte se nëse nuk vepronte, do të humbiste diçka që ishte më e rëndësishme se karriera e tij. Do të humbiste respektin për veten e tij. Ai mbeti në heshtje për një kohë të gjatë, duke shikuar nga dritarja drejt oborit ku era po tund degët e pembe. Pastaj tha: "Do të flas me njerëzit që duhet. Do të sigurohem që ndriçimi të mos thirret në asnjë bisedë, por në këmbim ti duhet të më premtosh diçka. Djali yt duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Ai nuk duhet të jap asnjë arsye që të përdoret kundër tij, asnjë koment politik, asnjë veprim i dyshimt. A është e qartë?" Raimonda pranoi me një përkulje të kokës. Ajo e dinte se kjo ishte më e mira që mund të arrinte, dhe ndonse nuk ishte një fitore e plot, ishte mjaft për ta mbrojtur ndriçimin për momentin. Ajo u ngrit, e falenderoi ministrin dhe doli nga villa duke ndier një peshë të madhe që po largohej nga shpatullat e saj. Por ajo gjithashtu e dinte se kjo luftë nuk ishte mbaruar. Kishte ende njerëz që prisnin në hije, që planifikonin, që nuk do të dorëzoheshin kaq lehtë. Kur u kthye në shtëpi, ajo gjeti ndriçimin duke lexuar një libër në sallonin e vogël. Ai e shikoi dhe pa diçka në sytë e saj që e bëri të kuptonte se diçka e rëndësishme kishte ndodhur. "Ku ishe, nën?" pyeti ai. Raimonda u ul pranë tij dhe i vuri dorën në supë. "Isha duke luftuar për ty, djali im, dhe mendoj se fitova. Por tani ti duhet të më ndihmosh të mbaj këtë fitore. Ti duhet të jesh edhe më i kujdesshëm se më parë, sepse ka njerëz që po presin që ti të bësh një gabim, dhe nëse e bën, unë nuk do të mund të shpëtoj përsëri." Ndriçimi e kuptoi seriozitetin e fjalëve të saj. Ai e përqafoi nënën e tij dhe tha: "Premtoj se do të jemi kujdesshëm, dhe premtoj se një ditë, kur gjithë kjo të mbaroj, do të tregoj se sa shumë vlerësoj atë që ke bërë për mua." Raimonda buzëqeshi me lot në sy. Ajo e dinte se gjali i saj po rritej, po bëhej burr, dhe se një ditë ai nuk do të kishte më nevojë për mbrojtjen e saj. Por deri atëherë, ajo do të vazhdonte të luftonte, të mbrojë, të bënte gjithçka që ishte nevojshme për ta mbajtur atë të sigurt. Por ndërsa ata po flisnin në një zysh të errët në një ndërtesë të largët, burri me kostum gri dhe kravatë të kuqe po lexonte një raport të ri që sapo i kishte ardhur. Raporti thoshte se Raimonda Bulla kishte takuar ministrin e kulturës, se kishte dorëzuar dokumente, se ministri kishte premtuar të ndërhynte. Burri buzëqeshi me një buzëqeshje të ftohtë. Ai e dinte se kjo ishte vetëm një betejë e humbur, jo lufta. Ai kishte kohë, kishte durim dhe kishte mjete që Raimonda nuk i njihte ende. Dhe ai ishte i vendosur se një ditë, kur momenti i duhur do të vinte, ai do të godiste përsëri dhe kësaj here nuk do të kishte shpëtim. Por kur do të ishte ai moment? Dhe çfarë do të përdorte ai për ta shkatëruar ndriçimin një herë për gjithë? Në pranverën e vitit 1990, kur era e ndryshimit po fryhte me forcë në të gjithë Evropën lindor dhe edhe në Shqipëri, po fillonin të dëgjoheshin zëra që kërkonin liri dhe demokraci, Ndriçim Qepa u gjet në një pozitë të vështirë. Ai ishte bërë një nga aktorët më të dashur të vendit, por gjithashtu ishte bërë një simbol i gjeneratës së re që po kërkonte të tyente zinxhiret e së kaluarës. Studentët të rinj vinin ta shihnin në shfaqje dhe pastaj ndalonin në rrugë për t'i thënë se ai i frymëzonte, se ai përfaqësonte shpresën e tyre për një të ardhme më të mirë.
Por kjo e bënte gjithashtu të rrezikshëm, sepse sistemi i vjetër ende kishte fuqi, dhe njerëzit që e kontrollonin atë sistem po bëheshin gjithnjë më të dëshpëruar për ta mbajtur pushtetin. Ndriçimi ndjente se po ecte në një tel të hollë, se çdo fjalë që thoshte, çdo veprim që bënte, mund të keq interpretoj, mund të përdore kundër tij. Dhe kjo e bënte që ai të ndjehej i lodhur, i raskapitur, sikur po mbante një peshë që po bëhej gjithnjë më e rëndë. Një mbrëmje, pas një shfaqjeje që kishte marrë duar trokitje të gjata dhe të nxehta, Ndriçimi po ndëronte rroba në dhomën e tij të vogël të gardrobës, kur dikush trokiti në derë. Ai hapi dhe pa një djalë të ri rreth 20 vjeç, me sy të ndezur dhe me një shprehje të vendosur në fytyr, "Kuote, 84", tha djali me një zë të nxituar. Ndriçimi e ftoi të hynte dhe e pyeti se çfarë donte. Djali filloi të fliste me një pasion që ishte i prekshëm. Ndriçimi ndjeu një nxehtësi që i ngjitej në fyt. Ai e dinte se ajo që djali po kërkonte ishte e rrezikshme, se nëse ai do të bashkohej me protestën, do të bëhej objektivi drejt për drejt i pushtetit, se gjithçka që nëna e tij kishte luftuar për ta mbrojtur, do të shkatërrohej. Por ai gjithashtu e dinte se nëse refuzonte, do të ndjehej si një frikazak, si dikush që kishte zgjedhur sigurinë personale mbi drejtësinë. Ai u ul dhe i tha djalit: "Djali, e shikoj me një përzierje zhgënjimi dhe kuptimi." Ai u ngrit, e falenderoi Ndriçimin për kohën dhe doli. Ndriçimi mbeti ullur në heshtje, duke ndjerë një peshë të re që po shtypte gjoksin e tij. Ai e dinte se djali kishte të drejtë, por ai gjithashtu e dinte se vendimi që duhej të merrte nuk ishte i thjeshtë, se kishte pasoja që shkojnë për te i tij. Atë natë, kur u kthye në shtëpi, ai tregoi Raimondës për vizitën e djalit të ri. Raimonda i dëgjoi në heshtje, dhe kur ai mbaroi, ajo tha: Ndriçimi e përqafoi nënën e tij dhe ndieu lot që i vinin në sy. Ai e dinte se ajo kishte të drejtë, por ai gjithashtu e dinte se nuk mund të jetonte me veten e tij nëse zgjidte heshtjen kur bota rreth tij po kërkonte ndryshim. Ai vendosi se do të gjente një mënyrë për të mbështetur lëvizjen, pa u bërë objektivi drejt për drejt, se do të përdorte artin e tij, skenën e tij, për të folur për liri dhe drejtësi, pa thënë fjalët që mund të përdoreshin kundër tij. Në javët që pasuan, Ndriçimi filloi të zgjidhte role që kishin mesazhe të fshehura, që flisnin për rezistencë, për guxim, për luftën kundër padrejtësisë. Ai luajti një personazh që refuzonte të dorëzohej para tiranisë, një tjetër që sakrifikonte gjithçka për të mbrojtur të vërtetën. Dhe publiku e kuptoi mesazhin. Çdo shfaqje mbushej plot, dhe në fund të çdo shfaqjeje, duartrokitjet zgjatën për minuta të tëra. Jo vetëm sepse aktorimi ishte i shkëlqyer, por sepse njerëzit ndjenin se Ndriçimi po fliste për ta, po shprehte atë që ata nuk guxonin të thonin me zë të lartë. Dhe kjo e bëri që ai të bëhej edhe më i dashur, por edhe më i rrezikshëm për ata që donin të mbanin statusin quo. Burri me kostum gri dhe kravatë të kuqe po shikonte gjithë këtë me një zemrim të shtuar. Ai e dinte se Ndriçimi po luante një lojë të zgjuar, se po përdorte skenën për të përcjellë mesazhe pa u bërë i cenueshëm drejt për drejt. Por ai gjithashtu e dinte se kishte mënyra për ta ndaluar këtë, se kishte mjete që mund të përdoreshin për ta heshtur Ndriçimin një herë për gjithmonë. Ai thiri një takim me disa prej njerëzve të tij më besnik dhe në atë takim ai tha: 90. Njeri prej njerëzve në takim pyeti: Burri me kostum gri buzëqeshi me një buzëqeshe që nuk arrinte në sy. A do të funksiononte ky plan? A do të arrinin ata ta shkatëronin Ndriçimin me këtë komplot të ri? Apo do të kishte dikush që do të zbulonte të vërtetën para se të ishte shumë vonë? Në një mbrëmje të ftohtë të prillit të vitit 1990, kur qyteti i Tiranës po mbullohej nga një mjegull e hollë që e bënte çdo dritë rrugore të dukej si një hallot të zbehtë, një grua me kapele të zezë dhe pallto të gjatë hyri në një apartament të vogël në katin e tretë të një ndërtese të vjetër pranë teatrit kombëtar. Ajo nuk kishte ardhur vetëm. Në dorë mbante një çantë lëkure të vjetër që kishte qenë dhuratë nga bashkëshorti i saj i ndjer, dhe brenda asaj çante ishin dokumente që ajo kishte grumbulluar për muaj të tërë. Dokumente që tregonin se si një rjet i tërë njerëzish po punonte për ta shkatëruar djalin e saj. Por kësaj here, ajo nuk kishte ardhur për të kërkuar ndihmë. Ajo kishte ardhur për të dhënë një paralajmërim të fundit. Personi që e priti në derë ishte një grua e vjetër me flokë të thinjur dhe sy të lodhur, një ish sekretare e komitetit qendror që kishte qenë dikur në qendër të pushtetit, por që tani jetonte në hares dhe në varfëri. Ajo e ftoi Raimondën të hynte dhe i ofroi një çaj të nxehtë që avullonte në një filçan të qarë. Kuote, 93, tha gruaja e vjetër me një zë që dridej nga mosha dhe nga sëmundja. Kuote, 94, Raimonda u ul dhe shikoi drejt në sy. Kuote, 95,
Gruaja e vjetër mori një gleng çaj dhe pastaj tha me një zë të ullët: "Kote." 96. A ishte e mundur që Raimonda të zbulonte të vërtetën para se të ishte shumë vonë? A do të mjaftonin fjalët e një gruaje të vjetër dhe të harruar për të ndaluar një komplot që kishte mbështetjen e njerëzve më të fuqishëm të vendit? Raimonda ndjeu një ftohtësi që i zbriti në shpinë. Ajo e dinte se nëse ajo dosie do të përdorej kundër ndriçimit, Nuk do të kishte mbrojtje të mundshme. Edhe nëse provoi më vonë se letrat ishin të rreme, dëmi do të ishte bërë. Ndriçimi do të arrestoi, do të humbas punën, do të shënohej si tradhtar. Dhe edhe nëse lirohej më vonë, karriera e tij do të ishte mbaruar. Pyeti Raimonda me një zë që mezi kontrolloi. Gruaja e vjetër hezitoi për një moment, pastaj tha. Raimonda e dinte tashmë për kë po fliste gruaja. Ishte i njëjti burr që kishte shkruar raportet e para, i njëjti që kishte organizuar ndjekjen, i njëjti që kishte refuzuar të dorëzojë edhe pasi ministri kishte ndërhyrë. Ve tani, ai po përgatiste goditjen finale. Raimonda u ngrit nga karrigja dhe filloi të ecte përpara e mbrapa në dhomën e vogël. Mendja e saj po punonte me shpejtësi, po kërkonte një mënyrë për të ndaluar këtë. Ajo e dinte se nuk mund të shkonte përsëri te ministri, sepse ai tashmë kishte bërë atë që kishte mundur, dhe nëse ajo do të kërkonte më shumë, ai do të refuzonte për të mbrojtur veten e tij. Ajo e dinte se nuk mund të shkonte te policia, sepse policia punonte për të njëjtin sistem që po e sulmonte djalin e saj. Dhe ajo e dinte se nuk kishte kohë për të grumbulluar prova të mjaftueshme për të ekspozuar komplotin, sepse dosja e rreme tashmë ishte përgatitur dhe po pritej vetëm momenti i duhur për të përdorur. Atëherë çfarë mund të bënte? Çfarë armë i kishte mbetur? Dhe pastaj, në një moment ndriçimi që erdhi si një rruf në errësirë, ajo e kuptoi. Ajo kishte një armë që askush nuk e priste. Ajo kishte zërin e saj, famen e saj, dhe guximin për ta përdorur atë, edhe nëse do të thoshte të sakrifikonte gjithçka. Ajo u kthye te gruaja e vjetër dhe tha: "Kam nevojë që ti të më japësh emra. Të gjithë emrat e njerëzve që janë të përfshirë në këtë komplot, dhe kam nevojë për çdo dokument që mund të më japësh, çdo provë që tregon se dosja është e fabrikuar." Gruaja e vjetër e shikoi me një përzierje admirimi dhe frike. "Nëse të jap këto, unë vetë do të bëhem objektiv. Ata do të më gjejnë, do të më ndëshkojnë." Raimonda i vuri dorën në supë. "E di, dhe nuk do të detyroj, por nëse nuk veprojmë tani, nuk do të jetë vetëm ndriçimi që do të shkatërohet. Do të jenë të gjithë ata që guxojnë të ndërojnë për një botë më të mirë, dhe unë nuk mund të jetoj me veten time nëse lejoj që kjo të ndodhë." Gruaja e vjetër mbeti në heshtje për një kohë të gjatë, duke shikuar duart e saj të rrudha që dridheshin lehtë. Pastaj ajo u ngrit, shkoi te një dollap i vjetër, nxori një zarf të verdhur nga mosha dhe ja dha Raimondës. "Këtu janë emrat, këtu janë datat, këtu është gjithçka që di. Përdori me kujdes, sepse nëse bie në duar të gabuara, do të na shkatërrojë të dyja." Raimonda e mori zarfin, e shtrëngoi në gjoks dhe e falënderoi gruan me lot në sy. Pastaj doli nga apartamenti dhe zbriti shkallët me një vendosmëri që nuk ishte ndjer kur më parë. Ajo e dinte se tani po hynte në fazën më të rrezikshme të luftës së saj dhe se nuk kishte kthim mbrapa. Atë natë, Raimonda nuk shkoi në shtëpi. Ajo shkoi në zyrën e një gazete të vogël që kishte filluar të publikonte artikuj kritik ndaj sistemit, një gazetë që po bëhej gjithnjë më e guximshme në kohën kur era e ndryshimit po fryte. Ajo takoi redaktorin, një burr të ri me sy të zjarrt dhe me një pasion për të vërtetën që bënte të mos friksohej nga pasojat. Ajo i tregoi gjithçka, i dha dokumentet dhe i kërkoi që të publikonte historinë. Redaktori e dëgjoi me vëmendje, dhe kur ajo mbaroi, ai tha: "Nëse publikoj këtë, do të jetë fundi i gazetës sime. Do të na mbyllin, do të më arrestojnë, ndoshta edhe më keq. Po gjithashtu do të jetë fillimi i diçkaje më të madhe. Do të jetë fillimi i zbulimit të së vërtetës." Raimonda e shikoi drejt në sy. "Atëherë publiko, sepse e vërteta është më e rëndësishme se siguria jonë. Dhe nëse ne nuk guxojmë ta themi të vërtetën tani, kur bota po ndryshon, atëherë kur do ta themi?" Redaktori zgjati dorën dhe i shtrëngoi dorën e Raimondës. "Do ta bëj, por ti duhet të jesh e përgatitur për atë që do të vijë, sepse kur kjo histori të dallë, do të ketë një stuj që askush nuk mund ta ndalojë." Në mëngjesin e 28 prillit të vitit 1990, kur dielli po ngrihej mbi Tiranën dhe qyteti po zgjohej në një ditë që do të mbetej në kujtesën e shumë njerëzve, gazeta e vogël publikoi një artikull që mbushte gjysmën e faqes së parë. Titulli ishte i thjeshtë por i fuqishëm: "Komplot kundër talentit. Si strukturat e vjetra po përpiqen të shkatërrojnë gjeneratën e re të artistëve shqiptar." Artikulli tregonte me detaje se si një grup njerëzish, disa prej tyre ende në pozicione pushteti, kishin organizuar një fushat sistematike për të eliminuar aktorë të rinj që konsideroheshin si kërcëmim për statusin e tyre.
Ai përmend emra, data, dokumente të fabrikuara dhe në qendër të gjithë kësaj historie ishte Ndriçim Gjepa, djali i Raimonda Bulls, që ishte bërë objektivi kryesor i këtij komplotimi. Artikulli përfshinte edhe dëshminë e gruas së vjetër që kishte pranuar të fliste me kusht që identiteti i saj të mbetej i fshehtë dhe që kishte dhënë detaje që vetëm dikush nga brenda sistemit mund t'i dinte. Reagimi ishte i menjëhershëm dhe i fuqishëm. Brenda orëve, lajmi u përhap në të gjithë qytetin. Njerëzit blenin gazetën, e lexonin me vëmendje dhe pastaj e diskutonin në rrugë, në kafene, në vendet e punës. Disa ishin të shokuar, të tjerë ishin të zemruar dhe shumë ishin të frymëzuar nga guximi i Raimonda Bulls për të folur hapur. Në teatrin kombëtar, atmosfera ishte e tensionuar. Aktorët dhe teknikët mblidheshin në grupe të vogla dhe flisnin me zë të ulët, duke hedhur vështrime drejt zyrës së drejtorit ku po zhvillohej një takim urgjent. Ndriçimi, që kishte ardhur në teatr pa ditur asgjë për artikullin, u ndall nga kolegë që e përqafuan dhe i thanë. Ndriçimi nuk e kuptoi menjëherë për çfarë po flisnin, por kur dikush i dha një kopje të gazetës, ai lexoi me një ndjenjë që kalonte nga shoku në admirim, nga frika në krenari. Ai e kuptoi se nëna e tij kishte rrezikuar gjithçka për ta mbrojtur. Dhe ai ndjeu një dashuri dhe një mirënjohje që nuk mund të shpreheshin me fjalë. Por ndërkohë, në zyrat e Komitetit Qendror po ndodhte një tërmet. Zyrtarët e lartë po thirrnin takime emergjente, po kërkonin të kuptonin se si kjo histori kishte dalë në dritë, po përpiqeshin të vendosnin se si të reagojnë. Disa kërkuan që gazeta të mbyllej menjëherë, që redaktori të arrestohej, që Raimonda Bulla të thirrej për t'u marrë në pyetje. Por të tjerë, ata që e kuptonin se koha po ndryshonte, se era e demokracisë po frykte gjithnjë më fort, argumentuan se një reagim i tillë do të ishte katastrofik, se do të konfirmonte gjithçka që artikulli kishte thënë, se do të bënte që publiku të kthehej kundër sistemit me një forcë edhe më të madhe. Dhe kështu, pas orësh debatit të ashpër, u mor një vendim që shumë e konsideruan si kapitullim. Nuk do të kishte arrestime, nuk do të kishte mbyllje të gazetës, por do të hapej një hetim i brendshëm për të verifikuar pretendimet e artikullit. Ishte një fitore e pjeshme për Raimondën, por ajo e dinte se lufta nuk ishte mbaruar ende. Burri me kostum gri dhe kravat të kuqe, ai që kishte qenë arkitekti kryesor i komplotit, e lexoi artikullin me një zemrim që e bëri të dridhej. Ai e kuptoi se plani i tij kishte dështuar, se tani ai vetë ishte bërë objektiv, se emri i tij ishte përmendur në artikull dhe se njerëzit po flisnin për të me përbuzje. Ai e dinte se kishte vetëm dy zgjedhje: ose të përpiqej të luftonte, të mohonte gjithçka, të akuzonte Raimondën për shpifje, ose të largohej në heshtje, të pranonte humbjen dhe të shpresonte se do të harrohej me kalimin e kohës. Ai zgjodhi të dytën. Brenda një jave, ai dha dorëheqje nga pozicioni i tij, pretendoi se kishte probleme shëndetësore dhe u largua nga Tirana për të vendosur në një qytet të vogël në jug të vendit. Askush nuk e pa më kurrë në skenën publike, dhe emri i tij u bë një simbol i asaj që ndodh ku xhelozia dhe urrëtia marrin përparësi mbi talentin dhe drejtsinë. Për Ndriçim Gjepën, muajt që pasuan ishin një periudhë transformimi. Ai vazhdoi të luante, por tani me një ndjenjë të re liris, duke ditur se nuk ishte më hije që e ndiqnin, se nuk ishte më komplote që organizoheshin kundër tij. Ai filloi të zgjidhte role që ishin edhe më të guximshme, që flisnin hapur për liri, për drejtësi, për të drejtën e njeriut për të jetuar pa frikë. Dhe publiku e donte edhe më shumë, sepse ai përfaqësonte shpresën e një brezi që po luftonte për një të ardhme më të mirë. Kur Shqipëria kaloi në demokraci në fillim të viteve 90, Ndriçimi ishte një nga zërat që ndihmuan në atë tranzicion, jo me fjalime politike, por me artin e tij, me aftësinë e tij për të prekur zemrat e njerëzve dhe për t'i bërë ata të besonin se ndryshimi ishte i mundur. Raimonda Bulla, nga ana tjetër, pagoi një çmim për guximin e saj. Ajo humbi disa miq që mendonin se kishte shkuar shumë larg, që mendonin se kishte rrezikuar shumë për një çështje që mund të ishte zgjidhur në heshtje. Ajo u largua nga disa role që ishin ofruar, sepse disa regjisor kishin frikë se puna me të do të silte probleme. Por ajo nuk u pendua kurrë. Ajo e dinte se kishte bërë atë që ishte e drejtë, se kishte mbrojtur jo vetëm djalin e saj, por edhe një parim që ishte më i madh se ajo. Parimin se talenti dhe e vërteta duhet të fitojnë mbi intrigën dhe urrëtitjen. Dhe kur, vite më vonë, ajo u ndërua me çmimin më të lartë që mund të merrte një artist shqiptar, ajo tha në fjalimin e saj: "Unë nuk luftova për famë. Luftova për dashurinë e një nëne, por gjithashtu për besimin se arti duhet të jetë i lirë, se artistët duhet të jenë të mbrojtur, se shoqëria jonë duhet të jetë një vend ku talenti vlerësohet, jo shtyp." Por çfarë ndodhi me ata që kishin qenë pjesë e komplotit?
Disa prej tyre u larguan nga pozicionet e tyre, të tjerë vazhduan të punonin në heshtje, duke u përpjekur të harronin të kaluaren. Gruaja e vjetër që kishte dhënë dëshmitë jetoi disa vite të tjera në varfëri, por me një ndjenjë kënaqësie që kishte bërë diçka të mirë në fund të jetës së saj. Dhe gazeta e vogël që kishte publikuar artikullin u bë një nga zërat më të respektuar të medias së re shqiptare, një simbol i gazetarisë së guximshme që nuk fiksohet nga pushteti. A ishte kjo drejtësi e plot? Jo, sepse drejtësia e plot nuk ekziston kurrë në botën reale, por ishte mjaft për të treguar se edhe në kohrat më të errëta, edhe kur sistemi duket i patjetshëm, ka njerëz që guxojnë të luftojnë, që guxojnë të flasin, që guxojnë të besojnë se e vërteta në fund do të fitojë. Në verën e vitit 2005, kur Ndriçim Xhepa ishte tashmë një nga aktorët më të respektuar të Shqipërisë, me një karrierë që kishte zgjatur për më shumë se 20 vjet dhe që kishte përfshirë role në teatr, në film, në televizion, ai u ul në një intervistë të gjatë për një revistë kulturore. Gazetari, një djalë i ri që e admironte Ndriçimin që kur ishte fëmijë, i bëri një pyetje që e bëri Ndriçimin të heshtë për një moment. Ju keni pasur një karrierë të jashtëzakonshme, por gjithashtu keni kaluar nëpër momente shumë të vështira. Nëse do të ktheheshit në të kaluarën, a do të bëni diçka ndryshe? Ndriçimi mendoi për një kohë të gjatë, duke shikuar nga dritarja e zyrës së vogël ku po zhvillohej intervista, duke parë qytetin që kishte qenë dëshmitar i gjithë jetës së tij. Pastaj tha: "Nuk e di nëse do të bëja diçka ndryshe, por e di se çdo gjë që kam kalluar, çdo vështirësi, çdo frikë, çdo moment dyshimi, më ka bërë atë që jam sot. Dhe e di se pa nënën time, pa guximin e saj, pa dashurinë e saj, unë nuk do të isha këtu. Ajo luftoi për mua kur unë nuk isha forcë për të luftuar për veten time. Dhe kjo është diçka që nuk do ta harroj kurrë." Gazetari shkroi atë përgjigje me kujdes, duke ndjerë se kishte prekur diçka të thellë, diçka që shkonte përtej karrierës së një aktori dhe që fliste për marrëdhënien midis një nëne dhe një djali, për sakrificën, për dashurinë, për guximin. Dhe kur intervista u publikua, shumë njerëz e lecuan me lot në sy, sepse ata gjetën në atë histori diçka që i prekte personalisht, diçka që i kujtonte për nënat e tyre, për luftërat e fshehta që prindërit bëjnë për fëmijët e tyre, për sakrificën që shpesh mbetet e padukshme, por që është themeli i gjithçkaje që arrijmë në jetë. Raimonda Bulla jetoi deri në moshën 85 vjeç, dhe kur ajo u nda nga kjo botë në një mëngjes të qetë të vjeshtës së vitit 2010, e gjithë Shqipëria e ndjer humbjen. Ceremonia e varrimit u mbajt në Teatrin Kombëtar, ku ajo kishte kaluar kaq shumë vite të jetës së saj, dhe mijëra njerëz erdhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Ndriçimi qëndroi pranë arkivolit të saj, duke mbajtur dorën e saj të ftohtë, dhe kur erdhi koha për të folur, ai tha me një zë që dridhej nga emocioni. Fjalët e tij u pritën me duar trokitje të gjata që u shndërruan në një ovacion që zgjati për minuta të tëra. Dhe në atë moment, në atë teatr të mbushur plot me njerëz që kishin dashur Raimondën, që kishin admiruar guximin e saj, që kishin përfituar nga arti i saj, u ndje një ndjenjë uniteti, një ndjenjë se ajo që kishte bërë Raimonda Bulla nuk ishte vetëm për djalin e saj, por për të gjithë ata që besonin se arti duhet të jetë i lirë, se talenti duhet të mbrojë, se e vërteta duhet të fitojë. Dhe kjo ishte trashëgimia e saj e vërtet, jo vetëm rolet që kishte luajtur, jo vetëm çmimet që kishte marrë, por ndikimi që kishte pasur në jetën e njerëzve, në mënyrën se si ata mendonin për guximin, për dashurinë, për drejtësinë. Sot, kur ecni nëpër korridoret e Teatrit Kombëtar, mund të shihni një fotografi të madhe të Raimonda Bullës në murin e hyrjes. Ajo shikon me ato sy të fortë, të vendosur, që kishin parë kaq shumë, që kishin luftuar kaq shumë, që kishin dashur kaq shumë. Dhe në fotografinë, një pllak e vogël bronzi thotë: "Është një përkujtim i thjeshtë, por i fuqishëm, i një gruaje që nuk u dorëzua kurrë, që nuk lejoi që frika ta ndalonte, që besoi se dashuria dhe e vërteta janë më të forta se çdo komplot, se çdo urrëtie, se çdo sistem shtypës." Dhe Ndriçim Xhepa? Ai vazhdon të luajë, edhe sot, në moshën e tij të pjekur, duke sjellë në skenë personazhe që frymëzojnë, që prekin, që bëjnë që publiku të mendojë dhe të ndjejë. Ai nuk ka harruar kurrë luftën që nëna e tij bëri për të, dhe ai e ka bërë misionin e tij që të tregojë historinë e saj, që të sigurohet se brezat e rinj dinë se çfarë çmimi u pagua për lirinë që ata gëzojnë sot. Sepse historia e Raimonda Bullës dhe Ndriçim Xhepës nuk është vetëm një histori personale. Është një histori për të gjithë ata që kanë luftuar kundër padrejtësisë, që kanë refuzuar të heshtin, që kanë besuar se edhe një person i vetëm mund të bëjë ndryshim nëse ka guximin për të vepruar. A ishte e lehtë? Jo. A ja vlen? Pyetni Ndriçimin,
Pyetni mira njerëz që u frymëzuan nga historia e tij. Pyetni gjeneratat e reja të artistëve që tani mund të krijojnë pa frikë, dhe ata do t'ju thonë: po, ja vlente. Sepse disa luftra duhen luftuar, edhe kur janë të vështira, edhe kur çmimi është i lartë, sepse ato përcaktojnë se çfarë lloj shoqërie do të kemi, se çfarë lloj njerëzish do të jemi. Miq të dashur, tani që e dini historinë e plot të Raimonda Bujës dhe të Ndriçim Gjepës, tani që keni parë se si një nën luftoi kundër një sistemi të tërë për të mbrojtur djalin e saj, tani që kuptoni se çfarë çmimi u pagua për lirinë që sot e marrim si të mirëqen, na tregoni, si e shihni ju këtë histori? A mendoni se Raimonda veproi drejt duke rrezikuar gjithçka, apo duhej të kishte qenë më e kujdesshme, më e matur? A mendoni se Ndriçimi ishte viktime një sistemi të padrejtë, apo ai vetë kishte përgjegjësi për situatën në të cilën u gjend? Dhe më e rëndësishmja, a mendoni se sot, në kohën tonë, ka ende njerëz që luftojnë luftrat të ngjashme, që përpiqen të mbrojnë talentin dhe të vërtetën kundër intrigave dhe urrejtjes? Shkruani mendimet tuaja në komentet këtu poshtë. Na tregoni nëse e njihni historinë e Raimonda Bujës, nëse e keni parë Ndriçim Gjepën në skenë, nëse keni jetuar në ato kora dhe mbani mend se si ishte. Çdo koment juaj është i rëndësishëm për ne, sepse këto histori nuk duhet të harrohen, këto luftra nuk duhet të injorohen, këto sakrifika nuk duhet të mbeten të padukshme. Nëse ju pëlqeu kjo histori, nëse u preket nga guximi i Raimondës, nëse admironi talentin e Ndriçimit, atëherë lini një pëlqim, ndajeni këtë video me miqtë tuaj dhe abonohuni në kanalin ton për më shumë histori të tilla që zbulojnë të vërtetën pas fasadës, që tregojnë luftrat e fshehta që formuan kulturën ton, që nderojnë kujtimin e atyre që guxuan të qëndrojnë në këmbë kur të tjerët u dorëzuan. Faleminderit që ishit me ne. Shihemi në videon e ardhshme ku do të zbulojmë një histori tjetër që do t'ju lërë pa fjalë.